Vazhdojnë rastet e të rinjve të cilët qarkullojnë në qytet sa armatosur. Ky është rasti i tretë brenda harkut të një jave. Në lokalin që ndodhet pas meje, një 17 vjeçar i pajisur me një armë pa leje të cilën ja kishte marrë një shoku, është vetë plagosur në këmbë. Fatmirësisht ai nuk e rrezikon jetën. Ngjarja ka ndodhur në rrugën George Bush në qendër të Tiranës në një lokal bar kafe ku 17 vjeçari Rubin Memi ka qenë duke pirë kafe me një bashkëmoshatarin e vet. Nuk dihet pse një adoleshent shkon të pi kafe me një armë pa leje. Megjithatë, kështu ndodhi këtë të premte ku i riu i pajisur me armë u plagos aksidentalisht duke rrezikuar jetën e tij. Menjëherë pas plagosjes në këmbë, 17 vjeçari Memi ka njoftuar policin. Bashkëmoshatari të plagosurit menjëherë pas ngjarjes ka marrë armën e zjarrit dhe është larguar nga vendngjarja. Para uniformave blu, Rubin Memi ka thënë se ngjarja ka qenë aksidentale dhe se pistoletën ja kishte marrë një të njohuri. Policia arriti të shoqërojë bashkëmoshatarin e 17 vjeçarit ndërsa arma u gjete hedhur në një zonë mes poliklinikës dhe pallateve nëntkatëshe.